flamurin kombëtar, kemi flamurin e Bashkimit Evropian dhe flamurin e Gjermanisë. Partia Demokratike ka detyrë të komunikojë me qytetarët që të vinë në pushtet. Si vihet në pushtet nuk vihet duke protestuar. Në pushtet vihet duke treguar demokraci të brendshme. I eliminoi gjithë garën brenda partisë vet. Në pushtet vihet duke pasur marrëdhënie të jashtëzakonshme shumë të mira me partnerin më të rëndësishëm të Shqipërisë, Shtetet e Bashkuara, nuk i ka. Duhet të ketë me Anglinë, nuk i ka. Duhet të ketë me BE, nuk i ka. Duhet që të bëj luftë në parlament, nuk e bën. Tani më fal, nuk mundet që ka dhe një diçka. Partia Demokratike ka relacione jashtëzakonisht një me Partitë Popullore Evropiane. Mos largohemi nga kauza. Çfarë do të thënë kjo? Me Shtetet e Bashkuara i ke. Patjetër, më që kemi. Çfarë marrëdhënie ke? Po ty të ka shpallur në ngrata kryetarin tani. Çfarë të vazhdojmë? Shiko, unë na ka ngjecur koha, domethënë jemi bërë të mërzitshëm edhe ne si analizë duke komentuar të njëjtën gjë, pa ndryshuar asgjë nga Partia Demokratike. Dhe kjo duhet na shërbejë si këmbën alarmi të gjithëve tani. Se çfarë kuptimi ka, më thua, Partitë Popullore Evropiane? Çfarë Partitë Popullore Evropiane? Ajo që duhet na shqetësojë neve, janë 1,4 miliard euro që vjedhen nga rrugë. Na shqetëson kjo, si do ta zgjidhim këtë? 700 milion. Po. Të pyesim pak edhe Azmerin. 700 milion euro. Po edhe Azmerin, po 700 milion euro që vjedhen nga Akshi, edhe domethënë që këtu rrimë flasim këtu e themi që sa i përket pjesës. Ç'a do bëjmë? Ja këtë do bëjmë. Çfarë prodhojnë protestat? Protestat në përgjithësi në demokraci janë pozitive, por mënyra se si Partia Demokratike vazhdon i bën protestat është e gabuar në këndvështrimin tim, pasi kjo nuk frymëzon. Ka një gabim shumë të madh nga leadershipi i Partisë Demokratike që fajnjave qytetarëve. Para se të hynim në emision, po shikoja disa drejtues, madje edhe drejtues qarqesh, që thoshin bënin thirrje qytetarët çohen nga kafet. Jo zotri. Ti frymëzoj qytetarët. Nuk është faji qytetarëve që rrinë kafe, sepse ti zotri je zgjedhur drejtues qarku, je zgjedhur deputet pagar, u bën primare në Partinë Demokratike, u thirrën të rinjt, u votuan, u zgjodhen nga elektorati i Partisë Demokratike njerëz të cilët ata i donin të përfaqësonin parlament, sot janë jashtë. Edhe duan tani që dalin qytetarët? Pse duhet dalin qytetarët? Kur ti vret garen brenda partisë, bëjnë thirrje për bashkimin e intelektualëve. Të vinë intelektualët për çfarë? Thjesht legjitimojnë procesin e Partisë Demokratike, që të thonë po vinë profesionistë, po vinë profesora, po vinë persona të arrirë në karrierë nga jashtë vendit. Dhe në fund, kur bëhet zgjedhja për pozicione drejtuese, këta lihen jashtë. Nga rreshti parë shkojnë në rresht fundit dhe fajin e pas kanë qytetarët. Jo zotrinj, fajin e keni ju, sepse ju nuk frymëzoni. Politika është frymëzim. Qytetarët duhet të kenë alternativë. Sot që ne flasim, Partia Demokratike ka 326.000 vota, më pak se Partia Socialiste nga zgjedhjet e 11 maj 2025. Çfarë po bën Partia Demokratike? Po i përmirëson, po i shton këto votat edhe me dhunën dhe me të njëjtat protesta që nuk prodhojnë gjë? Unë jam i mendimit që edhe këta votues që i ka pasur do i paksohen sepse po vazhdohet në të njëjtën mënyrë, po janë të njëjtat fytyra. Partia Socialiste është në pushtet, ka abuzime pa fund, ka skandale pa fund. Jo më larg se 2 ditë më parë, kryeministri i vendit ndroi drejtuesit e qarqeve. Në Partinë Demokratike u shpartallua Fieri. Ka analizë sot? Pse duhet një i ri nga Fieri, një intelektual të vi të rrihet me policët, kur drejtuesit politik ditën tjetër ulen po me Partinë Socialiste? Ky është frymëzimi. Pra nuk e kanë fajin qytetarët që nuk dalin, por e ka politika që nuk i frymëzon, që të marrin rrugën dhe të vinë, të protestojnë për çfarë? Për të mirën e vendit dhe për këto korrupsion. O pra, protesta kundër bandave, kundra krimit. Sot nuk u fol për naftën. Ata deputet aty vajten me Range Rover 30.000 euro. Ditë për ditë, domethënë se nuk u fol për bujqit në muze që e marrin naftën, një lloj si ai deputeti që shkon me Porsche dhe me Range Rover. Ditë për ditë flitet për këto azmer. Domethënë ne protestojmë kundër Partia Demokratike është partia më e madhe opozitare, unë jam shumë dakord. Dhe ne bjem gjithë dakord se e vetmja parti që mundet nesër të marrë pushtetin nëse bie Partia Socialiste sot është Partia Demokratike. Partia Demokratike ka departamente. A janë funksionale? Apo kërkon utopi? Në qoftë se ti kërkon utopi, hajde, ndërtoje një parti tjetër, ndërtoje një forcë tjetër dhe hajde kjo. Se ndërto kjo. Në Shqipëri nuk e bëjnë dot. Si?
Ti e ke mbajtur të polarizuar 30 vite në Shqipëri shoqërinë dhe kërkon tani të bësh parti tjetër. Ti e ke mbajtur mbi dy pola. Polarizuar situata. Dy partit kryesore. Dy partit kryesore. Ka dhe një gabim. Me fjalë, kishin aftësi të ngordhënin edhe partitë e reja që dolën. I ngordhën. Ta them unë. Ato vota që morën këtë radhë nuk i marrin më. Eksakt. Okej. Ka problemi është e vetmja gjë që ka ngelur është update-i. Kush është update? Update është me fytyrat e reja edhe me ide të reja. Nëse po flasim tani se hajde se kemi diçka kundër. Lëm argumentin këtu, ka